është shëndetja miqtemi. Miqtemi në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrim energji e përgjithshme të tarotëve për dashurinë. Pra do të shohim ç'na thot energjia e përgjithshme për dashurinë. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Ka thot energjia e përgjithshme për dashurinë, për dy të dashuruar. Një lajm shumë i mirë do të vi nga i dashuri juaj shumë shpejt. Ky lajm është një lajm shumë i mirë, shumë i mrekullueshëm, që vjen te kjo princesë e monedave, në prejnë e kësaj princeshe. Pra ju të dy jeni të dashuruar dhe keni një bollok të madh shpirtëror brenda vetes tuaj. Letra e diellit. Letra e diellit tregon që ky kalorsi, ky princi juaj, do të hyjë këtij kali të bardhë dhe do të vi drejt jush, duke u ndjekur nga rrezet e diellit. Rruga që ai do bëj drejt jush do të jetë një rrugë shumë e mbarë, që do t'ju sjellë ndryshime në jetën tuaj, për sa i përket ju të dyve. Pra princi e princesës së monedës. Ky shkop tregon, asi shkopimve, tregon që ju keni një pasion të fortë midis njëri tjetrit, keni një dashuri të madhe, një energji fantastike midis njëri tjetrit. Jeni shumë të dashuruar midis njëri tjetrit. Dhe ky princ do të bëjë këtë rrugë drejt jush, pra është një rrugë lumturie që vjen drejt jush, për t'u mbushur jetën me gëzim, me lumturi, me dashuri. Kjo ishte energjia e përgjithshme për sa i përket dy të dashuruarve. Faleminderit shumë, miq të mi.